Vetëm një orë shikim në ekran para se të shkoni në shtrat shkurton gjumin me 24 minuta. Edhe pse shumë faktorë ndikojnë në cilësinë dhe kohëzgjatjen e gjumit, një studim i ri norvegjez zbulon se kalimi i kohës në celular para gjumit mund të rezultojë në cilësi më të dobët të gjumit dhe kohë më të shkurtër të gjumit. Rezultatet tregojnë se çdo një orë rritje e përdorimit të ekranit rrit rrezikun e pagjumësisë me 59% dhe shkurton kohëzgjatjen e gjumit me 24 minuta. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se valët e dritës nga ekranet mund të prishin gjumin dhe të prishin ritmin natyror cirkadian të trupit. Ka prova që ekspozimi ndaj dritës blu para gjumit pengon prodhimin e hormonit melatonin, i cili ndihmon në nxitjen dhe ruajtjen e gjumit. Si rezultat, shumë prodhues telefonash tani ofrojnë veçori të filtrimit të dritës blu gjatë natës vonë në pajisjet e tyre. Megjithatë, një studim i vitit 2019 zbuloi se përdorimi i ekranit i çdo lloji shkakton probleme me gjumin tek adoleshentët dhe fëmijët më të vegjël.